Përshëndetje, jemi në transmetim live nga Pallati i Sportit Fark në Tiranë. Kampionati kombëtar i volejbollit sezoni 2024-2025, ndeshja e javës së 11 ndërmjet Dinamos dhe Skënderbeut. Ekipi i Dinamos paraqitet në këtë ndeshje me këtë përbërje: Shabanaj numri 16, Myftyu numri 12, Lama numri 6, Gjyshja numri 2, Bregu numri 14, Lapa numri 9, Sulejmani numri 15, Panganika numri 31, Hoxha numri 4, kapiteni e ekipit të Dinamos, Hoti 17, Gjufka numri 10, Çarçani 22, Shara 21 dhe Dani numri 19. Stafi teknik i ekipit të Dinamos përbëhet nga trajner Kliton Dodaj dhe asistent Altin Martiri. Në shërbim për ekipin e Dinamos është Sulejmani me numrin 15. Ekipi i Skënderbeut përbëhet nga këto lojtare: Voskopi numri 7, Rakipi numri 1, Mullalli numri 19, Zguro numri 5, Kosova numri 9, Metanj numri 3, Shaholli numri 4, Gjengo numri 10, Mullalli numri 16, Manoku numri 20, Hasa numri 13 dhe Konomi numri 15. Trajner për ekipin e Skënderbeut është Julian Shishi. Është mbrojtur mirë Myftyu aty nga ky sulmi me tanj. Bregu ka gabuar Bregu në rjet, vjen pika e parë për ekipin e Skënderbeut. Pret Bregu, Hoxha në pas, ka sulmuar Gjyshja nga pozicioni 4, e ka marrë brapa shpinë e Hoxha, ka shënuar Gjyshja. Ka kaluar në shërbim Gjyshja me numrin 2 për ekipin e Dinamos, një nga qendrat e Dinamos. Qendra tjetër është Panganika me numrin 31. Kalim topi nga vajzat e dy ekipeve, organizohet Skënderbeu me tanj, sulmon fort. Nuk arrin Hoxha në blok aty, edhe Bregu nuk ka vazhdim loje, vjen pika e dytë për Skënderbeun. Në shërbim numri 7 për ekipin e Skënderbeut, Voskopi, Nensi Voskopi. Pret Sulejmani, Hoxha në pas, Bregu mbrohet me tanj, Voskopi në pas, nga vjet dytë Shaholli, mbrohet Shabanaj, Hoxha në pas. Vjen pika e dytë për ekipin e Dinamos. Në shërbim Hoxha me numrin 4 për Dinamo. Pret Shaholli, Voskopi në pas, me tanj nga vija. Ka gabuar, ka prekur topin Myftyu aty mbrapa bllokut, por nuk ka vazhdim loje nga vajzat e Dinamos. Vjen pika e tretë për ekipin e Skënderbeut. Metanj ka shënuar Metanj direkt nga shërbimi, pikën e 4 për Skënderbeun. Vazhdon shërbimin Metanj. Jashtë ka gabuar. Jashtë, shumë jashtë, më kotë trajneri ekipit të Skënderbeut kërkon diçka aty te gjyqtari. Topi ka qenë në rreth një pëllëm jashtë. Në shërbim Bregu me numrin 14 për Dinamon.
Metanj. Mbrohet me ftyu, Hoxha në pas. Sulejmani Sulmon, mbrohet Shaholli. Edhe një Shaholli Sulmon është kapur në blok nga vajzat e Dinamos, ka qenë Shabanaj aty dhe Panganika në blok. Ka gabuar dhe një nga vajzat e Skënderbeut prekje rjete. Pika i kalon Dinamos, barazohet rezultati 4-4. Vazhdon shërbimin e qetë Bregu me numrin 14. Metanj, kalim topi e vëmendshme Sulejmani, aty ka sulmuar direkt në këtë kalim topi, e ka marrë pikën Sulejmani. Vazhdo shërbimin në Bregu me numrin 14. Ka gabuar Bregu shërbimi i saj jashtë. Barazohet rezultati 5-5. Ka kaluar në shërbim tani Mullalli me numrin 16, një nga qendrat e Skënderbeut. Jashtë shërbimi Mullallit. I dhuron pikën e 6 Dinamos. Ka kaluar në shërbim tani Panganika me numrin 31. Shaholli kalim topi e vëmendshme Sulejmani, Hoxha në pas mbrapa shpinës Shabanaj në vit të drejt, e ka marrë pikën Shabanaj, nuk ka rin atje Shaholli në blok të mbrohet, vjen e drejt, është lojtare shtatëdar Shabanaj, ka dalë mbi blok, vjen pika e 7 për Dinamo. 7 Dinamo, 5 Skënderbeu, seti parë i takimit. Jemi në transmetim live nga Pallati i Sportit Fark në Tiranë. Janë dy ekipe këto që kryesojnë grupin për këtë grup mosh. Dinamo është me 26 pikë e para në grup, ndiqet nga Skënderbeu me 22 pikë. Vazhdon Tirana në vend të 3 dhe Vllaznia në vend të 4 në këtë grup. Kujtojmë që formula e kampionatit kombëtar për këtë grup mosh është e tillë që dy ekipet e para të çdo grupi kalojnë në fazën e play-offit. Në grupin tjetër kryeson Apollonia, e ndjekur nga Farka Volej dhe Mirdita. Sulejmani, Metanj pret topin, Voskop, Shaholli Sulmon, e pa vëmendshme Bregu aty mbrapa, ka shënuar Skënderbeu pikën e 7. Në shërbim numri 5, Zguro për ekipin e Skënderbeut. Bregu, Hoxha në pas, Shabanaj, kalim topi, pret numri 7 i Skënderbeut. Pret Bregu për Dinamon, Hoxha në pas, Sulejmani sulmon fort, në vit të drejt, e ka marrë pikën Sulejmani në këtë sulm nga pozicioni 4, nuk ka rin vajzat e Skënderbeut aty në blok. Në shërbim ka kaluar Shabanaj me numrin 16. Pret libero Manoku. Metanj nga vjet dytë, mbrohet mirë, Myftyu. Nuk ka rin Hoxha atje vazhdim loje të kthej topin. Ka shënuar Skënderbeu. Barazohet rezultati 8-8. Ka kaluar në shërbim tani Shaholli me numrin 4. Bregu, sakt, Hoxha në pas, Sulejmani, ngecje mbrapa blokut, e vëmendshme Metanj, Rakipi ngecje, Shaholli kap topin, Shabanaj vazhdim, Sulejmani sulmon fort, jashtë. Ka tentuar një gjuajtje në vit të drejtë, Sulejmani nuk ja ka arritur, i dhuron pikën e 9 ekipit Skënderbeut.
Vazhdon shërbimi Shaholli me numrin 9. Ka kaluar përpara Skënderbeu për herë të parë në këtë set të parë të takimit. Dinamo 8, Skënderbeu 9. Jashtë shërbimi Shahollit, barazohet rezultati 9-9. Në shërbim Sulejmani me numrin 15. Ka gabuar Sulejmani. Jashtë shërbimi saj, gabimi 2. Një gjuatje jashtë, një shërbim jashtë, nuk duhen këto gabime, sidomos nga lojtare të pozicionit 4. I dhuron pikën e 10 ekipit të Skënderbeut. Ka kaluar në shërbim Rakip me numrin 1. Myftiu, Hoxha në pas, Bregu në pozicionin 4, pret Shaholli, Voskop, Metanj, Sulmon Fort, Sulejmani nuk ka rinë mbrapa të mbrohet, vjen pika e 11 për Skënderbeun. Nën Dinamo 11 Skënderbeu. Vazhdon në Rakipi me numrin 1 në shërbim për Skënderbeun. Bregu sakt, Hoxha në pas, Gjyshja. Është kapur në blok Gjyshja, atje ka qenë Mullaj dhe Metanj në qendër. Detyron trajnerin e ekipit Dinamo Skliton Dodaj të marri pushim. 9 Dinamo, 12 Skënderbeu. Ekipi i Dinamos në këtë ndeshje paraqitet me uniformën e 3, ngjyrë blu bojqelli. Ekipi i Skënderbeut është me ngjyrën e kuqe. Kontraste mjaft të bukura këto në pallatin e sportit Fark, në njërin krah blu e hapur, në krahun tjetër e kuqe. Kujtojmë që dhe stolat e pallatit Fark janë ngjyrë të kuqe, krijohet një atmosferë e bukur. Edhe loja deri në këto momente është e bukur. Të shohim vazhdimin. Vazhdo Rakipi në shërbim me numrin 1. Myftiu. Ka gabuar Myftiu në pritjen e topit të parë. Nën Dinamo 13 Skënderbeu. Bregu. Ka gabuar edhe Bregu në pritjen e topit të parë. Vjen pika e 14 për Skënderbeu. Nën Dinamo 14 Skënderbeu. Seti i parë i takimit, jemi në transmetim live. Myftiu, Hoxha kthen topin në lojë. Bregu pret Shaholli, Voskopi në pas, Metanj, Sulmon Fort, është kapur në blok. Vazhdim loje nga Gjyshja, mbrohet Skënderbeu përsëri, Metanj, Sulmon, këtë herë në vit të drejtë. Nuk ka rinë atje bloku dyshi i Hoxhës edhe i Gjyshës. Kërcen Fort Metanj mbi blok. Vjen pika e 15. Nën Dinamo 15 Skënderbeu. Myftiu sakt, Hoxha në pas, Bregu. Ka gabuar Bregu jashtë, ka tentuar një diagonalet të shkurtër, nuk ja ka arritur. Vjen ndrimi i parë për ekipin e Dinamos. Largohet Hoxha me numrin 4, në lojë Çarçani me numrin 22. Vazhdon Rakipi në shërbim. Myftiu, Çarçani, Bregu. E vëmendshme aty një nga lojtarët e Skënderbeut, organizohet Skënderbeu me Tanj, Ngecje. E pa vëmendshme atje Myftiu, edhe Shabanaj mund të bënte diçka.
Vjen pika e 17 për Skënderbeun. Shumë pikë nga Skënderbeu në vazhdimsi. Duhet të bëjë diçka Dinamo të uli ritmin. Ka kërkuar pushim trajneri i Dinamos Kliton Dodaj. Ka atmosferë këtu në Pallatinë e Sportit fare, kanë ardhur disa familjar për të ndjekur vajzat, kanë udhëtuar edhe nga koça disa prindër. I ka marrë të dy pushimet trajneri Dinamos Kliton Dodaj, të shohim 9 Dinamo 17 Skënderbeu. Shabanaj. Kalim topi nga Bregu, organizohet Skënderbeu me Tanj, sulmon fort. E ka çar blokun dy shatje të Dinamos, Çarçani dhe Gjyshja në blok. Vjen pika e 18 për Skënderbeun. Ndrim për Dinamon, largohet Çarçani në loj Hoxha. Rakip në shërbim, shërbim i let, Myftiu, Hoxha në pas, Shabanaj nga vjet dytë, mbrohet mirë numri 5, Zguro, është kapur në blok me Tanj, vazhdim lojë nga Skënderbeu, edhe njerë me Tanj, Ngecje mbrapa blokut, Shabanaj, Hoxha, Bregu, mbrohet mirë Shaholli, Bregu, nuk ka vazhdim lojë ati nga vajzat e Dinamos, e ka marrë pikën Skënderbeu. Vazhdon Rakip në shërbim për Skënderbeun. Myftiu sakt, Hoxha në pas, Gjyshja, Ngecje mbrapa blokut. Sulejmani, Hoxha, Bregu, mbrohet mirë Shaholli me Tanj, sulmon për sëri, Shabanaj mbrohet për Dinamon, Hoxha në pas, Sulejmani nga vjet dytë, e ka marrë pikën Sulejmani. Nuk ka ri numri 5 atje Zguro të mbrohet. Shumë pik nga Skënderbeu. Ka qenë Rakip atje në shërbim në këto pik. E ka marrë Dinamo këtë herë pikën e 10. 10 Dinamo, 19 Skënderbeu. Ka kaluar në shërbim Gjyshja me numrin 2. Jashtë shërbimi i Gjyshës. Jashtë. I dhuron pikën e 20 ekipit të Skënderbeut. Në shërbim numri 7, Voskopi për Skënderbeun. Myftiu, Hoxha në pas, Bregu. Jashtë sulmi Bregut, ka tentuar vijën e drejt, nuk ja ka arritur. I dhuron pikën e 21 Skënderbeut. Shumë gabime nga vajzat e Dinamos në këtë set të parë. I kanë falur shumë pikë ekipit të Skënderbeut. Jashtë shërbimi i Voskopit. I dhuron pikën e 11 ekipit të Dinamos. Në shërbim Hoxha me numrin 4. Pret numri 20. Me Tanj, Ngecje. E ka gjetur me Tanj Ngecjen në pozicionin 5 në këndore. Vjen pika e 22 për Skënderbeun. Ka kaluar në shërbim tani me Tanj. Myftiu. Ka gabuar Myftiu.
në pritjen e topit të parë. 23 Skënderbeu. Ndrim për ekipin e Dinamos, largohet libero Miftyr me numrin 12 në lojë Llapa me numrin 9. Vazhdon shërbimin me Tanj. Kalim topi nga vajzat e Dinamos. Voskop me Tanj nga vjet dytë. Ka shënuar me Tanj. Nuk arrin atje as Sulejmani në pozicionin 6 edhe Llapa në pozicionin 5. Topi ka qenë në mes tyre. Vjen pika 24 për ekipin e Skënderbeut. 11 Dinamo, 24 Skënderbeu. Jashtë ky shërbimi i Metanj i dhuron pikën e 12 Dinamos. 12 Dinamo, 24 Skënderbeu, se i pari takimit. Në shërbim ka kaluar Bregu me numrin 14. Metanj, Voskopi, Shaholli, Sulmon, Llapa, mbrohet mirë, Hoxha në pas, Sulejmani, e ka marrë pikën Sulejmani. Gjuatje në pozicion në vijnë e drejt nga pozicioni 4, mbi blok. Vjen pika e 13 për Dinamo. Vështirë të kthej Dinamo këtë set, megjithatë të shohim. Vazhdon shërbimi Bregu me numrin 14. Numri 20 Manoku, Metanj nga vjet dytë. Nuk arrin Bregu atje të mbrohet, vjen pika e 25 për Skënderbeun. 13 Dinamo, 25 Skënderbeu. Mbyllet seti i parë i takimit. Kujtojmë që për ekipin e Dinamos në lojë janë 14 vajza, Shabanaj me numrin 16, Myftyu numri 12, Lama numri 6, Gjyshja numri 2, Bregu numri 14, Llapa numri 9, Sulejmani numri 15, Panganika numri 31, Hoxha numri 4, kapiten e ekipit, Hoti numri 17, Gjufka numri 10, Çarçani numri 22, Shara numri 21 dhe Dani numri 19. Për ekipin e Skënderbeut në lojë janë Voskopi me numrin 7, Rakipi numri 1, Mollali numri 19, Zguro numri 5, Kosova numri 9, Metanj numri 3, Shaholli numri 4, Gjengo numri 10, Mollali numri 16, Manoku numri 20, Hasan numri 13, Konomi numri 15. Me të njëjtin informacion Dinamo dhe në setin e dytë me përjashtim të liberos, asnjë ndryshim tjetër. Është larguar Myftyu me numrin 12 dhe në lojë është Llapa me numrin 9 për këtë set. Në lojë janë Gjyshja me numrin 2, Hoxha me numrin 4, Sulejmani numri 15, Bregu numri 14, Shabanaj numri 16 dhe Panganika numri 31. Gati për të nisur seti i dytë i takimit. Në shërbim Shaholli me numrin 4. Kujtojmë që ndeshja e fazës së parë në Korçë është fituar nga Dinamo me rezultatin 3-2. Edhe aty është zhvilluar një lojë mjaft e bukur. Shaholli, Bregu, Llapa në pas, Sulejmani fort, Shaholli mbrohet mirë. Metanj, Llapa e vëmendshme, Hoxha, Sulejmani përsëri, Sulejmani, Shabanaj nga vjet dytë, Shaholli mbrohet mirë, Voskop,
E ka ngecur topin Voskop, e pavëmendshme Shabanaj aty. Vjen pika e parë për Skënderbeun. Disa aksione rresht nga të dy ekipet, e ka marrë pikën Skënderbeu. Vazhdon shërbimi i Shaholli me numrin 4. Ka gabuar Shaholli, shërbimi i saj në rjet, i dhuron pikën e parë Dinamos në këtë set të dytë të takimit. Në shërbim gjyshja me numrin 2 për Dinamon. Mbrohet mirë libero e Metanj, Shabanaj, e pavëmendshme Shabanaj në këtë top mbrapa blokut. Rakipi në shërbim jashtë shërbimi i Rakipi për Skënderbeun. Barazohet rezultati 2-2. Në shërbim numri 4 për Dinamon, Hoxha. Metanj, Voskop, Metanj, Sulmon Fort, Sulejmani mbrohet mirë. Lapa atje në pas, Sulejmani ngecë mbrapa blokut, Metanj e vëmendshme, Voskop, Shaholli nga vijet dytë, mbrohet mirë Hoxha, Lapa në pas për Dinamo në krahun tjetër, Shabanaj Fort, mbrohet mirë Shaholli. Jashtë ky sulmi Zguros nga vija e dytë. Vjen pika e tretë për Dinamon. Mbrohet mirë ekipi i Skënderbeut. Duhet mbajtur në presion. Nuk duhet ta ulin në ritmin vajzat e Dinamos. Vetëm kështu mund të fitojnë. Hoxha në shërbim pret Metanj, Hoxha në krahun tjetër, ngecë mbrapa blokut, Panganika, Lapa e vëmendshme në pas, Sulejmani Fort, Metanj mbrohet, Voskopi, Metanj përsëri, Sulejmani mbrohet, Hoxha, Sulejmani Fort, mbrohet mirë Skënderbeu, në krahun tjetër Metanj, e ka marrë pikën Metanj në këtë sulm në diagonalen e shkurtër, nuk ka rin atje Sulejmani të mbrohet. Shumë vazhdime loje nga Dinamo. Aksione, disa aksione rresht, 3-4 aksione për një pik janë shumë. Voskop, Bregu, Hoxha. Gabim atje në këtë tentativ të Mullajt për blok, i ka prishur pasën Hoxhës. Vjen pika e 4 për Dinamon. Ka kaluar në shërbim Sulejmani me numrin 15. Ka gabuar Sulejmani, i dhuron pikën e 4 Skënderbeut. Jo, nuk vazhdohet kështu. Me kaq shumë gabime. Në shërbim Rakipi me numrin 1. Jashtë Rakipi në këtë shërbim. E ka vlerësuar mirë libero Lapa shërbimin e Rakipit. Ka parë trajektore në shtullur në vijën fundore, ka lënë topin jashtë. 5 Dinamo, 4 Skënderbeu. Ka kaluar në shërbim Panganika me numrin 31 tani për Dinamo. Edhe Panganika gabon, shërbimi fort. 2 shërbime rresht, gabime nga Dinamo. Ka gabuar Sulejmani pak më parë, gabon dhe Panganika. Mullalli në shërbim me numrin 19 për Skënderbeun. Shërbimi let, Bregu, Hoxha në pas, Shabanaj në pozicionin 2, Fort. Mbrohet mirë numri 7 atje, Voskopi. Lapa për Dinamon, Hoxha në pas edhe njerë mbrapa shpinës, Shabanaj Fort, diagonalen e gjatë, e ka marrë pikën Dinamo këtë herë, i duen Dinamo sto pikë. Ka
kaluar në shërbim tani Shabanaj. Pik direkt nga shërbimi nga Shabanaj. Nuk arrin atje libero e Skënderbeut me numrin 20 Manoku. 7 Dinamo, 5 Skënderbeu. Përsëri Manoku atje, vazhdim loje nga Shaholli në vit të drejtë, e vëmendshme Shabanaj, Hoxha në pas, Bregu fort në vit të drejtë, e ka marrë pikën Bregu. Nuk arrin atje numri 5 Zguro. Të mbroj vjen e drejtë, është lojtare shtatlar të Bregu, me kërcim ka dalë mbi blok. Vjen pika e 8 për Dinamon. Nuk shohim ndonjë shtatlartësi tek Skënderbeu me përjashtim të Rakip që është në qendër, Mullalli, qendra e dytë dhe Metanj. Këto tre lojtare janë e ka marrë pikën Rakip tani në këtë sulm nga pozicioni 3. Në shërbim Zguro me numrin 5 për Skënderbeun. Në vijën fundore shërbimi i Zguros. E kanë shoqëruar vajzat e Dinamos topin. Topi është këputur kur i themi dhe ka rënë në vijën fundore. Vazhdon Zguro në shërbim. 8 Dinamo, 7 Skënderbeu. Bregu, Hoxha në pas, Gjyshja, e ka kapur Gjyshja në blok Rakip, 2 luftimat janë ndërmjet 2 qendrave, janë edhe pjesë e kombëtares moshave të 2 këto qendrat, edhe Gjyshja edhe Rakip, kanë qenë vjetë në ekipin kombëtar U21. Vazhdon Skuro me numrin 5, Sulejmani, Hoxha në pas, Bregu, Metanj mbrohet mirë, Voskop, Metanj nga vjet dytë, Bregu, Voskopi, Rakip, e ka marrë pikën Rakip përsëri në këtë dy luftim me Gjyshen, barazohet rezultati, ka kaluar përpara Skënderbeu, 8 Dinamo, 9 Skënderbeu, nuk ka agresivitet Dinamo, nuk fitohet loja kështu. Vazhdon Zguro në shërbim. Bregu, Hoxha në pas, Bregu dhe njerë në sulm. Jashtë ky sulm i Bregut. Ka tentuar vijën e drejt Bregu përsëri, ka gabuar. Vazhdon Zguro shërbimin e numrin 5 për ekipin e Skënderbeut. Sulejmani, Hoxha në pas, Shabanaj, ka gabuar edhe Shabanaj në këtë sulm nga vija e dytë nga pozicioni 1. Shumë gabime nga vajzat e Dinamos. Zguro, Sulejmani, Shabanaj, tek Bregu, Voskop, Shaholli, mbrohet mirë Sulejmani, Hoxha në pas, Bregu, fort mbi blok, e ka marrë Bregu këtë herë pikën. 9 Dinamo, 11 Skënderbeu. I ka mundësit Bregu, është lojtare shtatlart. Ka kaluar në shërbim Dani me numrin 14. Metanj nga vija e dytë, mbrohet Sulejmani, Hoxha në pas, Sulejmani, ngecje mbrapa bllokut, do vëmendshëm vajzat e Skënderbeut, Shaholli, sulmon fort, mbrohet Bregu, Hoxha, Sulejmani, e ka marrë pikën Sulejmani.
në këtë sulm në vit të drejt, ka qenë numri 7 Voskopi aty dhe Rakip në blok. Nuk arrin Voskopi të blokoj Sulejmanin në këtë kërcim lartësie. Vjet Dinamo, 11 Skënderbeu. Mullari nuk arrin. Jo, në fakt ka qenë libero Manoku për Skënderbeun. Ka shënuar Bregu direkt nga shërbimi për Dinamon, barazohet rezultati 11-11. I duhen Dinamo stop pik nga shërbimet. Të shohim vazhdimin. Ka gabuar Voskopi aty, përsëri ka qenë numri 20 Manoku. E ka çuar topin pranë rjetës, e ka detyruar numrin 7 Voskopit të gaboj prekje rjete. Kalon përpara Dinamo për herë të parë në këtë set. 12 Dinamo, 11 Skënderbeu. Metanj, jo sakt, kalim topi nga libero, Bregu, Hoxha. Nuk arrin Sulejmani, aty është kapur në blok. Barazohet rezultati 12-12. Në shërbim ka kaluar Shaholli me numrin 4 për Skënderbeun. Llapa sakt, Hoxha në pas. Sulejmani fort, vjen e drejt, e ka marrë pikën Sulejmani. Në shërbim numri 2 Gjyshja për Dinamon. Një nga qendrat e Dinamos në këtë ndeshje. Qendra tjetër është Panganika me numrin 31. Metanj, Voskop, Rakip, mbrohet mirë Shabanaj, Hoxha, Ngecje. E vëmendshme Panganika atje. Në këtë kalim nga libero Manoku, nuk arrin Rakip atje në blok të Panganika, e ka ngecur topin më saktë ka shoqëruar Panganika sepse topi ishte në rjet. Ka kaluar Dinamo përpara me 2 pikë tani, 14 Dinamo, 12 Skënderbeu. I duhen Dinamo sto shërbime të forta të gjyshes, mjafton të mos gaboj. Sa e tham, gabon gjysha në shërbim, i duron pikën e 13 Skënderbeut. Nuk ka vazhdim gjyshja në shërbime, bën një shërbim, bën 2. Pastaj fillon humbet. Rakip me numrin 1 në shërbim. Bregu sakt, Hoxha në pas, Sulejmani fort. E ka marrë pikën Sulejmani përsëri. Aksion i bukur ky nga Dinamo. Është pritur mjaft mirë topi parë nga libero Llapa. Hoxha e pason sakt në pozicionin 4 në lartësi. Kërcen fort Sulejmani, e merr pikën. 15 Dinamo, 13 Skënderbeu. Hoxha në shërbim për Dinamon. Shërbim i lehtë, Metanj, Voskop, Metanj, ngecje mbrapa bllokut. Ka gabuar Shabanaj aty në këtë ngecje, e ka kapur topin në momentin e parë, por nuk ka vazhdim lojë më mbrapa. Vjen pika e 14 për Skënderbeun. Në shërbim numri 7 Voskopi për Skënderbeun. Jashtë shërbimi Voskopit. Katër vajza të Dinamos nga formacioni janë dhe pjesë e ekipit parë që luan në superiore. Po ashtu dhe nga Skënderbeu, është Metanj, është Rakip, Mullalli, Metanj sulmon fort. Nuk arrin atje Bregu dhe Panganika në blok. Block out, vjen pika e 15. Ka kaluar në shërbim tani Metanj me numrin 3 për Skënderbeun. Llapa sakt,
Hoxha në pas, Shabanaj, Voskop, Llapa mbrohet mirë, Hoxha në pas, edhe njerë tek Shabanaj, e merë Shabanaj këtë herë. Nuk arrin atje Shaholli dhe Mullalli me numrin 19 në blok 2 tek Shabanaj. Mullalli është lojtare 7 lartë, mund ta përballojë Shabanajin, por Shaholli në blok e shoh të vështirë. 17 Dinamo, 15 Skënderbeu. Ka kaluar në shërbim tani Panganika me numrin 31. Voskopi në pas, Metanj nga vije dytë, mbrohet mirë Hoxha, Panganika, Bregu, ngecje mbrapa blokut, e ka marrë pikën Bregu. Nuk ka arrin atje Shaholli dhe Voskopi. Veprim i zgjuar ky i Bregut. 18 Dinamo, 15 Skënderbeu. Detyron trajnerin e ekipit të Skënderbeut Julian Shishi të kërkojë pushimin e parë në këtë set të dytë të takimit. Janë kthyer vajzat në parket për të dy ekipet. Vazhdon shërbimin Panganika me numrin 31. Shërbimi lehtë. Kalim topi, Sulejmani e vëmendshme, Hoxha, Bregu. Ka gabuar Bregu, u duk si një sulm i thjeshtë, gjuajtja e saj jashtë. Dinamo, 16 Skënderbeu. Në shërbim Mullalli me numrin 16. Për Skënderbeu. Bregu, Hoxha në pas, në krahun tjetër. Është kapur në blok. Disa aksione nga të dyja vajzat. Metanj, mbrohet mirë Llapa aty, Bregu, Kalim topi, Metanj, Voskopi, Sulejmani mbrapa blokut, Hoxha në pas, në krahun tjetër, Shabanaj fort, diagonale me gjatë, e bukur kjo diagonale, e ka marrë Dinamo pikën. I duen Dinamo sto veprime, duhet jetë më agresiv Dinamo, me agresivitet fitohet ndeshja. Ka kaluar në shërbim tani Shabanaj me numrin 16. Metanj, Voskopi në pas, Sulejmani mbrohet, Hoxha në pas, Bregu ngecje mbrapa blokut, Shaholli e vëmendshme, Voskopi te Metanj në vijën e dytë, Llapa mbrohet mirë, kalim në krahun tjetër, Rakip, mbrohet Shabanaj, Hoxha në vijën e dytë, Sulejmani, disa aksione rresht të bukura. Sulejmani mbrohet përsëri për Dinamon, Hoxha në pas, Bregu, ngecje mbrapa blokut, Shaholli e vëmendshme, Voskopi përsëri te Metanj, e ka bloku, Llapa mbrapa blokut e vëmendshme, Hoxha, Kalim, Voskopi dhe një herë, Shaholli, është kapur në blok Shaholli aty, ka tentuar një sulm në vit të drejtë, nuk të fal Dinamo në ato sulme, e ka blokun të lartë. Vjen pika e 20 për Dinamon. Disa aksione rresht nga të dyja ekipet. Ne ka marrë pikën Dinamo. Vazhdon Shabanaj shërbimin me numrin 16. Direkt pik nga Shabanaj. Vjen pika e 21. Nuk ka arrin libero e Skënderbeut Manoku me numrin 20.
Aty, thotë edhe trajneri Kliton Dodaj, aty çoi topin. Duket se ka pikë të dobët liberon Skënderbeu. Falenderojmë sponsorin ton General Veza Areas. Veza që ka diellin brenda. (21 Dinamo, 16 Skënderbeu). Seti i dytë i takimit, transmetim live nga Pallati i Sportit Fark. Vazhdon shërbimin Shabanaj. Ka gabuar Shabanaj, ka tentuar përsëri një shërbim në pozicionin 1, nuk ja ka arritur. I dhuron pikën e 17 Skënderbeut. Ja ka arritur qëllimit trajneri Julian Shishi me këtë pushim që ka marrë, ka prishur shërbimin Dinamos. Ka kaluar në shërbim numri 5 tani Zguro për Skënderbeun. E ka lënë Bregu topin brenda, e ka shoqëruar. (21 Dinamo, 18 Skënderbeu). Vazhdon shërbimin Zguro me numrin 5 për Skënderbeun. Sulejmani, Hoxha në pas, Bregu, kalim topi. Organizohet Rakip për shkapur në blok. Gjyshja, kalim topi, Shaholli, Sulman. Ja ka marrë pikën Shaholli këtë herë Hoxhës. E ka parë që bloku i Dinamos ka qenë i ullët atje. E ka udhëzuar e trajneri me sa vurare. Blokout, e ka marrë pikën. Detyron trajnerin e Dinamos Kliton Dodaj të marrë i pushim. Kujtojmë që nga Federata Shqiptare e Volejbollit janë përcaktuar për këtë ndeshje gjyqtar Angelo Brokaj dhe Ardit Nurja. Vazhdon shërbimin Zguro me numrin 5 për Skënderbeun. Bregu, Hoxha në pas, Gjyshja, e ka marrë pikën Gjyshja në këtë sulm nga pozicioni 3. E ka çuar topin në njësh, asnjë nga vajzat e Skënderbeut aty nuk janë të vëmendshme. Vjen pika e 22 për Dinamon. Në shërbim ka kaluar Bregu me numrin 14. Mori disa pikë Bregu nga shërbimi, të shohim, do ta mbylli setin. Manoku, Metanj nga vje dytë, jashtë Metanj, ka gabuar Metanj. I duhen Dinamos edhe këto pik nga Skënderbeu. Duket se presioni në këtë set ka dhënë Dere, skaj, kush, arja kush.
Është afruar Skënderbeu, 23-21 rezultati. Vazhdon shërbimi Shaholli me numrin 4. Lapa, Hoxha në pas, Sulejmani, fort, e ka marrë pikën Sulejmani. Është kapur në blok aty nga Rakip, po nuk ka vazhdim loje nga vajzat e Skënderbeut. Ka qenë në blok Rakip me numrin 1 dhe numri 10 Gjengo, hajdi Gjengo. 24-21 në shërbim Gjyshja me numrin 2. Të shojmë do të mbylli Gjyshja setin. Metanj, Shaholli, Shabanaj, Hoxha, Sulejmani, fort, diagonale shkurtër, e ka marrë pikën Sulejmani. Nuk arrin Metanj aty të mbrojët, 25-21 seti 2. Lojë bukur me rivalitet, është futur në lojë Dinamo në këtë set. Gati për të nisur seti 3 i takimit. Në lojë për ekipin e Dinamos janë Bregu me numrin 14, Shabanaj numri 16, Panganika numri 31, Gjyshja numri 2, Sulejmani numri 5, Hoxha numri 4 dhe Libero Lapa me numri 9. Për ekipin e Skënderbeut në lojë janë Metanji me numrin 3, numri 7 Voskopi, pasuse, numri 1 Rakipi, numri 16 Mullalli, qendër Shaholli me numrin 4, numri 5 Zguro dhe numri 20 Manoku, libero për Skënderbeun. Gati për të nisur seti 3 i takimit në shërbim Bregu me numrin 14. Ka gabuar Bregu në këtë shërbim. I dhuron pikën e parë ekipit të Skënderbeut. Në shërbim Rakip me numrin 1 për Skënderbeun. Bregu, Hoxha në pas, Sulejmani në pozicionin 4, fort, mbrohet mirë Shaholli, Voskop, Metanj, është kapur në blok, Shabanaj, Hoxha në pas, në krahun tjetër, Sulejmani, mbrohet mirë Zguro, Voskop, Metanj,
Lapa këtë diagonalet e gjatë, Hoxha. Gjyshja kalon topin, organizohet Skënderbeu, Shaholli, Voskop, Metanj edhe njerë. Nuk arrin atje blokuj. E ka marrë pikën Skënderbeu. Rakip, Bregu, Hoxha në pas, Gjyshja shkapu në blok, Hoxha dhe njerë, Lapa në pas në krahun tjetër tek Sulejman, mbrojt Shaholli. Prekje rjete nga një nga vajzat e Skënderbeut, ka qenë Mullalli atje me numrin 16, i jep pikën Dinamos. Dinamo 1, Skënderbeu 2 në këtë set të tretë të takimit. Duket se do të ketë shumë loj akoma për të përcaktuar fitusin. Në shërbim Gjyshja me numrin 2. Manoku, nuk arrin Manoku të mbrohet. Duket se i ka evidentuar Dinamo pikën e dobët të Skënderbeut. Nuk është Manoku në gjendje që të presi këto topat Gjyshës. Barazohet rezultati 2-2. Jashtë ky shërbim i Gjyshës. Ka tentuar përsëri numrin 1 në shërbim, nuk ja ka arritur. Vjen pika e tretë për Skënderbeun. 2 Dinamo, 3 Skënderbeu. Në shërbim Voskopi me numrin 7 për Skënderbeun. Bregu, Hoxha, Sulejmani, fort, diagonale në shkurtër. E ka marrë Sulejmani pikën, barazohet rezultati 3-3. Temperaturat janë të ulta dhe në Fark. Duhet jenë diku të rreth 10 gradë. Në shërbim ka kaluar Hoxha me numrin 4 për Dinamon. Shërbimi let, Metanj, e vëmendshme, Voskop, Metanj në qendër. Blok 3 atje nga Sulejmani, Panganika, Shabanaj. Nuk arrin ta blokojnë Metanj. Ngecje e ka marrë pikën. Ka kaluar në shërbim Dani Metanj me numrin 3. Ka gabuar Metanj, i dhuron pikën e 4 të Dinamos. I kërkon qetësi profesor Altin Martiri vajzave të veta. E kanë lojën në administrim. Sulejmani në shërbim. Manoku, Voskop, Shaholli. Nuk arrin Bregu atje, e ka marrë pikën Shaholli. Mullalli në shërbim për Skënderbeu me numrin 16. Lapa, Hoxha në pas, Shabanaj, mbrojt mirë Voskopi, Zguro, Hoxha, Lapa në pas, Shabanaj, kalim topi, Zguro, Voskop, Hoxha, Lapa në pas, Shabanaj, fort. Lapa dhe njëre vëmendshme në këtë kalim topi, Hoxha në pas në krahun tjetër, Bregu është kapur në blok, Voskopi, Mullaj, kalim, Shabanaj, Hoxha në pas, e çonte Bregu përsëri. Ka gabuar Bregu, ka tentuar një ngecje mbrapa blokut, nuk ja ka arritur, i dhuron pikën e 6 ekipit të Skënderbeut. Katër Dinamo, 6 Skënderbeu. Mullalli, Lapa e vëmendshme, Hoxha në pas, Shabanaj fort, Mullalli mbrojt mirë, Hoxha dhe njerë.
Në krahun tjetër e vëmendshme e Llapa, kalim topi nga Panganika, organizohet Skënderbeu, Voskop në qendër, e ka kapur Bregu në blok, sulmin në qendër, Shaholli. E po me të marrë Shaholli pik nga pozicioni 4 me këtë blok të lartë, çfarë të themu. Shabanaj me numrin 16, Panganika numrin 31, blok 2. Llapa e vëmendshme, Panganika, Bregu. Ka gabuar Bregu, gjuajtja e saj jashtë. I dhuron pikën e 8 ekipit të Skënderbeut. Pushim për ekipin e Dinamos. Trajneri Kliton Dodaj kërkon pushim. Pa në mbleftësuar Shaholli, është lojtare 7 shkurtër, por shumë lojtare efikase. E vëmendshme, i merr pikët atëre kur duhet. Trajner për ekipin e Dinamos është Kliton Dodaj dhe Altin Martiri. Për ekipin e Skënderbeut, Julian Shishi. Nga Federata Shqiptare e Volejbollit janë përcaktuar gjyktar të këtij takimi Ardit Nurja dhe Angelo Brokaj. Katër Dinamo, 8 Skënderbeu, seti 3 i takimit. Mullalli me numrin 16 në shërbim. Llapa sakt, Hoxha në pas, Shabanaj fort. E ka marrë pikën Shabanaj, ka pas edhe një prekje rjete aty nga Shaholli. Vjen pika e 5 për Dinamon. Panganika me numrin 31 në shërbim. Metanj, Voskop në vështirësi, Shaholli, vjen e drejt, Sulejmani mbrohet, Hoxha në pas, Shabanaj, ngecje në qendër, e ka marrë pikën Shabanaj. I duhen Dinamos edhe këto ngecje. Gjashtë Dinamo, 8 Skënderbeu. Shumë emocione në këtë ndeshje. Panganika në shërbim për Dinamon. Manoku, mbrohet mirë Hoxha, Panganika në pas, Shabanaj, fort, diagonale shkurtër, nuk arrin Zguro të mbrohet aty për Skënderbeun, e ka marrë pikën Dinamo. Shtat Dinamo, 8 Skënderbeu. Vazhdon shërbimin Panganika me numrin 31. Manoku përsëri në vështirësi Voskop, Metanj nga vije dytë. Bregu kalim topi. Zguro, Sulejmani e vëmendshme, Hoxha në pas, Shabanaj. E ka marrë pikën Shabanaj. Është prekur në blok aty nga vajzat e Skënderbeut, por nuk arrin Metanj në vazhdim loje. Topi ka shkuar në pozicionin 1. Metanj nga 6 ka vrapuar për të njëshi, por këndi i lëvizjes është e tillë që nuk të lejon të rikuperosh topin kollaj. Barazohet rezultati 8-8. Vazhdon Panganika me numrin 31 në shërbim për Dinamon. A shënuar Panganika. Është këputur topi atje në rjet, kur i thon ka ngec te rjeta dhe pastaj ka kaluar në fushën e Skënderbeut. Ka kaluar Dinamo përpara.
Vazhdon Panganika shërbimin. Manoku nuk ka rinatje Metanj. E ka kthyer topin Metanj. Por paksa s'ka kaluar. Për paksa nuk ka kaluar në fushën kundërshtare. Një tentativë kjo në fundore afër murit rrethus të pallatit të sportit. Nuk ja ka arritur Metanj me gjithë përpjekjen e saj. Vjen pika e 10 për Dinamo. 10 Dinamo, 8 Skënderbeu. Vazhdon Panganika shërbimin. Ka vazhdimsi Panganika në shërbim. Shumë e rëndësishme kjo në lojë. Manoku, Voskop, Metanj nga vije dytë. E ka kapur gjyshja këtë sulm të Metanj. Duket se nuk ka zgjidhje nga krahët Skënderbeu në sulm, përderisa detyrohet organizatoria ta japi topin vijën e dytë në 6 tek Metanj. Është vetëm Rakip në vit të parë në këto momente, duhet ta shfrytëzojë mirë Dinamo këtë moment në krahun, në njërin krahash numri 5, Zguro në krahun tjetër. Nuk ka sepse është organizatoria. Manoku, Zguro, Shaholli, vjen e drejt. Bravo Shaholli. E ka marrë pikën në vit të drejtë e vëmendshme. Me qetësinë e saj. Një 10 Dinamo, 9 Skënderbeu. Ka gabuar Zguro në shërbim, i dhuron pikën e 12 Dinamos. E ka udhëhequr Dinamo këtë set. Vazhdimisht ka qenë përpara. Shabanaj në shërbim, shërbimi i fortë, jashtë. Është nxituar Shabanaj në këtë shërbim. 12 Dinamo, 10 Skënderbeu. Ka kaluar në shërbim Shaholli me numrin 4. Bregu sakt, Hoxha në pas. Bregu, sulmon fort, blockout. Ja ka marrë Rakip pikën. Ka qenë Rakip në blok atje dhe numri 7 Voskop. Jashtë. 14 Dinamo. 10 Skënderbeu. Ka qenë dhe një gabim aty nga sekretaria. I vëmendshëm gjyqtari Ardit Nurja. Është korrigjuar. Vazhdon çdo gjë në rregull. 14 Dinamo, 10 Skënderbeu. Bregu në shërbim. Ka gabuar Bregu jashtë. I dhuron pikën e 11. Rakip me numrin 1 në shërbim për Skënderbeun. Ka shënuar Rakip direkt aty, mosmarrëveshje ndërmjet Bregut edhe libero Lapës. Topi ka qenë në mes tyre. Duhet të marrë Lapa më shumë përgjegjësi atje, është në krahun e djathtë të saj. Bregu mbron, vjen Ansore. Bregu, Hoxha, Sulejmani. E ka marrë pikën Sulejmani. U duk sigurisht e gjuajtja jashtë, por topi në vijën fundore. 15 Dinamo, 12 Gjyshja, Manoku,
Organizohet Metanj, Gjyshja mbrohet, Panganika, Sulejmani Kalim, organizohet Skënderbeu Ngecje, e vëmendshme Panganika, Sulejmani dhe njerë, dy luftim tek për tek atje, ndërmjet Sulejmanit dhe Voskop me numrin 7. Vjen pika e 16 për Dinamon. Ndrim për ekipin e Dinamos, largohet Gjyshja, në loj Dani me numrin 19. Kërkon të ndryshoj diçka në shërbim Dani, stafi i Dinamos. Anoku e ka vënë në vështirësi, kalim topi, Dani sakt, Hoxha, Panganika kalim topi, Metanj, Voskop, Metanj, Ngecje. E ka marrë pikën Skënderbeu, ndrim për sëri, largohet Dani në loj Gjyshja. Gjashtëmëdhjet Dinamo, 13 në shërbim Voskopi me numrin 7 për ekipin e Skënderbeut. Bregu, Panganika, Sulejmani, sulmon fort, e ka marrë pikën Sulejmani. Bloku 2 atje i Mullallit edhe i Zguros, nuk e përballon këtë sulm në lartësi të Sulejmanit. I duen Sulejmanit të topa të lartë, kërcen fort mbi blok. 17 Dinamo, 13 Skënderbeu. Në shërbim ka kaluar Hoxha me numrin 4 për Dinamon. Metanj, sakt, Mullaj, Metanj, është kapur Metanj, të vëmendshme vajzat e Dinamos. Ka tentuar një sulm nga pozicioni 3 me Metanj. 18 Dinamo, 13 Skënderbeu. Duket se kanë shteruar fuqitë e Skënderbeut. Nuk ka shumë zgjidhje në sulm, përdesa detyrohet të sulmojë Metanj në pozicionin 3. Do të thotë se krahat nuk funksionojnë. Nga Federata Shqiptare e Volejbollit janë përcaktuar Arditi Nurja dhe Angelo Brokaj në këtë ndeshje si gjyqtar. Qenë pushimi i trajnerit të ekipit të Skënderbeut, Julian Shishi. Kërkon t'i uli vrullin në Dinamos në këtë set të tretë të takimit. Janë kthyer në parket vajzat e të dy ekipeve. Kryeson Dinamo këtë set me rezultatin 18-13. Hoxha në shërbim. Metanj, Voskop në vështirësi, Shaolli nga vjet 2, Bregu, Hoxha, Sulejmani, Voskop mbrohet, Metanj, mbrohet Bregu për Dinamon, Hoxha në pas, Shabanaj, e ka marrë pikën Shabanaj. Dy luftim lartësi atje, në blok ka qenë numri tjetër Mullalli me numri 16, 2-16 atë në dy luftim, ja ka marrë Shabanaj pikën. 19 Dinamo, 13 Skënderbeu. Vazhdon Hoxha e qetë në shërbim. Shërbimi i lehtë i Hoxhës, jashtë Shaolli, e ka detyruar Shaollin të gaboj, e ka pritur topin, por jashtë. Veprime të zgjuara këto të Hoxhës, shërbime të lehta. Ka vazhdim shërbimi nga Hoxha, nuk ka humbur shërbim deri tani, shumë e rëndësishme kjo. 20 Dinamo, 13 Skënderbeu.
Aksesueshme me këmbë. Universiteti i Sporteve të Tiranës është një distancë shumë të mirë nga të gjitha drejtimet. Eja edhe ti pranë Akademisë Klub Volejboll Dinamo, sepse këtej dalin kampionet e së ardhmes në sport dhe në jetë. Hoxha në shërbim me Tanj. Mullalli. Llapa e vëmendshme, Hoxha në pas, Shabanaj në krahun tjetër. Voskopi numrin 7, Shaholli kthen topin. Zguro kalim, llapa e vëmendshme sakt, Hoxha në krahun tjetër, Shabanaj. Çika për Shabanaj. Gjuajtje e fortë e drejtë në pozicionin 5. Nuk arrin atje libero e Skënderbeut Manoku të mbrohet. Duket se është dorëzuar Skënderbeu në këtë set. Ndrim tani për Skënderbeu, largohet numri 5 Zguro. Në loj numri 13 Hasa. Vazhdon Hoxha shërbimin. Ka gabuar këtë herë Hoxha. I dhuron pikën e 14 ekipit të Skënderbeut. Në shërbim me Tanj me numrin 3 për Skënderbeun. Bregu, Hoxha në pas, Shabanaj fort, diagonalen e gjatë, e ka marrë pikën Shabanaj. Nuk arrin përsëri atje Manoku me numrin 20 të mbrohet në këtë diagonalet e gjatë. Shumë i ka qenë nga pozicioni 4 për Dinamon. Diagonalen e gjatë në 5 për ekipin e Skënderbeut. Aty ku mbron Shaholli dhe Manoku. Ka kaluar në shërbim tani Sulejmani me numrin 15. Direkt pik nga shërbimi për Sulejmanin. Me Tanj është dorëzuar aty. Vjen pika e 23. Duket se ky set është i Dinamos. Ndrim tjetër kërkon trajneri i Skënderbeut, kërkon të uli vrullin. Largohet me Tanj me numrin 3, kërkon ta qetësoj trajneri vet. Në lojë është futur numri 19. Mullalli tjetër, një nga motrat Mullalli. Ka gabuar ajo, nuk ka arrin të presi topin. E ka marrë dhe këtë pikë Sulejmani. 24 Dinamo, 14 Skënderbeu. Sulejmani në shërbim, aty përsërit e Voskop, Shaholli, Sulmon. Ka gabuar Shaholli. Gjuajtja e saj në rjet, vjen pika 25 për ekipin e Dinamos. Mbyllet ky set me fitoren. Sonja! Hey! Sonja! Mbyllet seti i tretë i takimit me fitoren e Dinamos. Falenderojmë sponsorin ton General Veza Reas për mbështetjen e vazhdueshme që i jep Akademisë Klub Volejboll Dinamo. Falenderojmë presidentin e Akademisë, zotin Eduard Bregu, që qëndron pranë të gjitha ekipeve tona. Falenderojmë stafin e Dinamos. Për ekipin e kategorisë superiore, stafi teknik përbëhet nga Michelangelo Maggialetti, trajner italian ky i ardhur në Tiranë në këtë rikthim të Dinamos. Asistentët e tij janë Naim Limanaj dhe Kliton Dodaj. Ekipi U20 përbëhet nga staf teknik Kliton Dodaj, zoti Altin Martiri, profesor Altin Martiri.
Ekipi i grupmoshës U18 përbet nga Ani Borova Butini dhe Theodor Lapa. Ekipi i grupmoshës U16 profesor Altin Martiri dhe Ani Borova Butini. Falenderojmë edhe Zysh Blerina Memën për ndihmën që jep aty te akademia me vajzat, me moshat, gjithashtu dhe statisticienën tonë Vasja Lapa. Gati për të nisur seti i 4 i takimit, jemi në transmetim live nga Pallati i Sportit Fark në Tiranë. Ndeshja e javës 11, kampionati kombëtar i voleybollit grupmosha U20. Në shërbim Rakipi me numrin 1 për Skënderbeun, do të nisi këtë set të 4. Lapa, Hoxha në pas, Shabanaj. E ka marrë pikën Shabanaj, diagonale shkurtër. Pasimi zgjuar ky i Hoxhës mbrapa shpinës së vet në pozicionin 2. Është e vështirë atje për të mbrojtur me blok ky pozicion, sidomos për këto grupmosha. Dinamo i ka mundësit, ka lojtare për të gjitha pozicionet. Në pozicionin 3 ka 2 qendra mjaft të mira. Në 4 po ashtu ka Bregun dhe Sulejmanin. Në pas është Hoxha dhe Çarçani, libero Lapa dhe Miftiu. Pa haruar edhe Stolin, aty është Shara me numrin 21, Lama me numrin 6, Gjufka me numrin 10, Hoti me numrin 17, Dani me numrin 19. Ka ekip të kompletuar Dinamo prej 14 vajzash. Është kujdesur stafi teknik i Dinamos që çdo pozicion ta mbuloj me 2-3 lojtare. Ndonjëherë edhe 4. E vëmendshme Lapa, Hoxha në pas, aty Bregu, mbrohet mirë me Tanj, Voskop, Zguro, mbrohet Bregu, Hoxha në pas, mbrapa shpinës së vet, Gjyshen, e ka marrë pikën Gjyshja. E ka marrë vet pikën Gjyshja. 3 Dinamo, 1 Skënderbeu. Shabanaj në shërbim me numrin 16. Me Tanj, Rakip, kalim topi, Gjyshja, Hoxha në pas, Bregu fort, vjen e drejt, e ka marrë pikën Bregu. E ka studiuar mjaft mirë blokun, ka qenë numri 7 atje Voskopi në blok, nuk është lojtare 7 lart, nuk mund ta mbuloj Bregun. Vjen pika e 4 për ekipin e Dinamos. Pushimi kërkuar nga trajneri Julian Shishi. Shabanaj në shërbim, Voskop në pas, në vijnë e dytë me Tanj,
Nuk ka rinë atje Sulejmani dhe Llapa të mbrojnë në këtë sulm nga avia e dytë. Sulejmani ka qenë në pozicionin 6, Llapa në 5. 4 Dinamo, 2 Skënderbeu. Ka kaluar në shërbim Shaholli me numrin 4. Ka shënuar Shaholli. Mos marrëveshja atje ndërmjet Sulejmanit edhe Bregut nuk janë marrëvesh. Duhet më shumë punë nga Sulejmani në vijën e dytë në mbrojtje. Shaholli, Sulejmani, kalim në fushën kundërshtare, e vëmendshme me Tanj, e ka ngecur topin. Barazohet rezultati 4-4. Vazhdon Shaholli shërbimin. Sulejmani, Hoxha në pas, Bregu fort. Është shkapur në blok Bregu nga Rakip. Vjen pika e 5 për Skënderbeu. Shërbimet të mira këto nga Shaholli në këto momente, i kanë dhënë Sulejmani. Sapo e tham, shërbimet të mira nga Shaholli i kanë dhënë avantazhin Skënderbeu në këto momente, është shkëputur me 2 pikë përpara, 4 Dinamo, 6 Skënderbeu. Shaholli ka gabuar këtë herë. Ja, shërbimi i saj, vjen pika e 5 për Dinamo. Në shërbim Bregu me numrin 14 për Dinamo. Voskopi në pas me Tanj fort. Mbrojt Shabanaj aty, por nuk ka rinë ta kthej topin në loj. Ka qenë bloku 2 atje i Gjyshes edhe i Hoxhës. Vjen pika e 7 për Skënderbeu. E ka nisur mirë Skënderbeu këtë set. Ka kaluar në shërbim Rakipi me numrin 1. Bregu, Sulejmani, kthim topi. Llapa. Voskop. Jashtë me Tanj, ka gabuar. Ka tentuar një gjuajtje në vit të drejtë, nuk ja ka arritur. Ka marrë shumë përsipër në këtë ndeshje me Tanj, shumë aksione. Në shërbim Gjyshja me numrin 2. Manoku, Voskop, me Tanj, ngecje mbrapa blokut, Shabanaj, Hoxha, Sulejmani, fort. Ka gabuar Sulejmani, e shkapur në blok aty. Vjen pika e 8 për Skënderbeu. I pa kënaqur aty profesor Altin Martiri me Sulejmanin. Voskop, Bregu. Ka gabuar Bregu në pritjen e topit të parë. Vjen pika e 9 për Skënderbeun. 6 Dinamo, 9 Skënderbeu. Detyron trajnerin Kliton Dodaj të kërkojë urgjentisht pushim për t'i ulur vullurin e Skënderbeut.
Janë kthyer në parket vajzat e të dy ekipeve. Vazhdon shërbimi Voskop me numrin 7. Sulejmani, Hoxha në pas. Sulejmani fort, është kapur në blok, llapa e vëmendshme. Hoxha në krahun tjetër tek Shabanaj. E ka marrë pikën Shabanaj. Ka kaluar në shërbim Hoxha me numrin 4 për Dinamon. Manoku, Voskop, Metanj fort. Nuk arrin atje bloku 2 i Panganikës dhe i Shabanaj. Kërcen fort Metanj mbi blok. Diagonale gjatë e saj. Këtë diagonale e mbulonte Panganika. Ka avonuar në kërcim Panganika se edhe mund ta kapi. I ka mundësit. Ka kaluar në shërbim Metanj tani me numrin 3. Llapa, Hoxha në pas. Sulejmani fort. Kalim topi nga Metanj, Shabanaj e vëmendshme. Ngecje, organizohet Skënderbeu. Gabojnë vajzat e Dinamos, aty ku duke se aksioni ishte i tyre. E merë Skënderbeu me këtë gjuatje. Gabim në blok vajzat e Dinamos. Vazhdo në shërbimin Metanj me numrin 3. Jashtë Metanj. E ka vlerësuar sakt libero llapa aty. Dinamo 11 Skënderbeu. Sulejmani në shërbim. Manoku, Voskop, Metanj nga vjet dytë. Llapa e vëmendshme atje në këtë bregu kalim topi, Metanj. Sulejmani mbrohet mirë, Hoxha në pas, Shabanaj. Ngecje nga Shabanaj mbrapa blokut, e ka marrë pikën Shabanaj. I duhen dhe këto pikë. Nën Dinamo 11 Skënderbeu. Të shohim, do ta mbylli Dinamo ndeshjen apo do të vemi në set final. Kujtojmë që dhe ndeshja e parë në Korçë ka pasur shumë rivalitet, është fituar në fund nga Dinamo. Sulejmani, Manoku, Voskop në vijin e dytë. Sulejmani mbrohet mirë, Hoxha, Shabanaj, fort Shabanaj, e ka marrë pikën nga pozicioni 2. Blok 2 atje ka qenë Shaholli dhe libero Mullalli me numrin 16. 10 Dinamo, 11 Skënderbeu. Është afruar Dinamo. Sulejmani në shërbim. Manoku, Voskop, Shaholli. Është kapur në blok Shaholli këtë herë. Ka qenë bloku 2 i Panganikës dhe i Shabanajt. Barazohet rezultati 11-11. Vazhdon shërbimi Sulejmani. I ka mundësit Dinamo, ka më shumë zgjidhje në sulm, mjafton mos bëj gabime. Ngecje mbrapa blokut dhe vëmendshme Panganika, Hoxha në pas, në krahun tjetër Shabanaj fort. Ka mos marrëveshje tani atje. Mos marrëveshje atje, ka qenë një sulm i fort nga Shabanaj në vit të drejtë. Topi është vlerësuar brenda nga gjyqtarët. Trajneri i Skënderbeut Julian Shishi ka kontestime. Ka marrë dhe karton të verdh atje, është paralajmëruar për qetësi.
Ka kaluar përpara Dinamo tani 12, Skënderbeu 11. Në shërbim vazhdon Sulejmani me numrin 15. Manoku, Voskop, Shaholli, është kapur në blok, Sulejmani e vëmendshme, Hoxha në pas, në krahun tjetër, Shabanaj fort. E ka marrë pikën Shabanaj përsëri. 13 Dinamo, 11 Skënderbeu. Nervoz aty trajneri Skënderbeut në këto momente. Ndoshta janë dhe taktika këto, që i din vetëm trajnerët. Kërkon t'i uli vrullin Dinamos. Disa aksione rresht në pozicionin 2 që Shabana i ka marrë. Ka kaluar përpara Dinamo tani. 13-11. E volejbollit. Vazhdon shërbimi Sulejmani me numrin 15. Manoku, Voskop, ngecje mbrapa bllokut, Shabanaj e pa vëmendshme në këtë kali. Fal let Dinamo, fal disa pikë që në dukje janë të thjeshta. 13 Dinamo, 12 Skënderbeu. Ka kaluar në shërbim Mullalli me numrin 16. Bregu, Hoxha, Shabanaj, fort, ngecje. Ka tentuar një sulm në fillim, pastaj ngecje në pozicionin 6, asnjë nga vajzat e Skënderbeut aty. Ka kaluar në shërbim tani Panganika me numrin 31. Sponsor general i Akademisë Klub Volejboll Dinamo, Veza Reas, Veza që ka diellin brenda. Panganika e ka marrë pikën Panganika. Nuk ka rri Manoku atje me numrin 20 të mbrohet. Është një nga pikët e dobta të Skënderbeut, libero Manoku, është evidentuar nga stafi Dinamos, i kërkon vajzave ta çojnë topin aty në shërbim. Vazhdon Panganika shërbimin. Aty përsëri, ndërhyn në metanj përpara, Voskop, Rakip, mbrohet mirë Bregu, Hoxha, Shabanaj, ngecje. E ka marrë pikën përsëri Shabanaj. Gjashtëmbëdhjetë Dinamo, 12 Skënderbeu. Seti 4 i takimit. Vazhdon Panganika shërbimin. Aty përsërit e Manoku, Voskop, me tanj sulmon nga vjet dytë, mbrohet Panganika, Hoxha në pas, Shabanaj, diagonalen e gjatë, nuk ka arrin me tanj aty. Ka harxuar shumë energji me tanj në këtë ndeshje. Ka marrë shumë përsipër. Duket se po shfaqen dhe shenja lodhje tani. Vazhdon Panganika në shërbim, mjafton mos të humbasi shërbimin. Jashtë. E tham, nuk duhet humbur ky shërbim. I dhuron pikën e 13 Skënderbeut. Aty që e kemi lojën në kontroll, e lëshojmë. E japim mundësi Skënderbeut të rifutet në lojë. Ka kaluar në shërbim Zguro tani me numrin 5. Të na falin spektatorët për një koment në favor të Dinamos. Ne jemi pjesë e stafit të Dinamos, kështu që ndonjëherë
komentojmë në favor të Dinamos, sepse jemi stafi Dinamos, është normale kjo gjë. Ndeshja transmetohet live në faqen zyrtare Klub Volejboll Dinamo të Dinamos. $18 Dinamo, 14 Skënderbeu. Ka gabuar në shërbim një nga vajzat e Skënderbeut. Tani ka kaluar Shabanaj me numrin 16 në shërbim. Ka gabuar edhe Shabanaj. 2 shërbime resht gabim nga Dinamo. Atë i thot edhe profesor Altin Martiri tani. Sa po e humbi kole shokja jote, i thot pak më përpara. Ka kaluar në shërbim Shaholli tani me numrin 4. Bregu. Ka shënuar Shaholli direkt nga shërbimi. Pikën e 16 për Skënderbeun. Vazhdon Shaholli shërbimin. Jashtë këtë herë ka gabuar. Ka tentuar përsëri vjen e drejtë në shërbim, nuk ja ka arritur. I dhuron pikën e 19 Dinamos. Në shërbim Bregu me numrin 14 tani për Dinamon. Manoku, Voskop, Rakip, është kapur në blok Rakip atje nga Gjyshja. I ka kthyer reston në setit e parë Gjyshja, Rakip. Në setin e parë dy luftimet janë fituar nga Rakip. Tani Gjyshja i kthen reston. 20 rezultati, 16 Skënderbeu. Ndrim për ekipin e Dinamos. Largohet Hoxha me numrin 4, në loj Çarçani me numrin 22. Bregu në shërbim për Dinamon. Shërbimi lehtë, Manoku, Voskop, Metanj. E ka marrë pikën Metanj. Nuk është pozicionuar mirë bloku i Dinamos. Aty ka qenë Gjyshja dhe Çarçani. Ka vonuar Gjyshja në blok për të mbyllur diagonalen e gjatë. Libero Rapa është pozicionuar në diagonalen e shkurtër. E ka marrë pikën në Skënderbeu. Rakip në shërbim për Skënderbeu. Lapa ka qenë në mëdyshje. Lapa ta presi, mos ta presi topin. Topi ka qenë në limitet e vijës fundore. E ka kapur topin Lapa, ka kaluar në fushën kundërshtare. I ka gjetur vajzat e Skënderbeu të pavëmendshme. Topi ka rënë rjet në tokë. Pik për Dinamon. 21 Dinamo, 17 Skënderbeu. Gjyshja në shërbim me numrin 2. Ka gabuar Gjyshja. Nuk të jep garanci Gjyshja në shërbim. Gjatë gjithë lojës gabon. Nuk e di, duhet të punoj shumë Gjyshja në shërbim. Në shërbim për ekipin e Skënderbeut, Xhengo me numrin 10. Lapa, sakt, Hoxha në pas, Sulejmani. Diagonalen e gjatë, e ka marrë pikën Sulejmani. Nuk ka arrin libero Manoku atje me numrin 20 të mbrohet. Topi shprekur edhe nga bloku pak. E ka spostuar topin në këndore drejt pozicionit 5. 22 Dinamo, 18 Skënderbeu. Hoxha, diagonale, e ka marrë pikën Hoxha. Në pozicionin 1 e ka çuar pikën, topin. Nuk arrin Manoku atje përsëri. 23 Dinamo, 18 Skënderbeu. Ndrim për ekipin e Skënderbeut, largohet numri 10 Xhengo, në lojë numri 7 Voskop. I ka bërë të gjitha për piket e trajneri i Skënderbeut.
Hoxha vazhdon shërbimin me numrin 4, aty përsëri. Hyn Shaholli, mbrohet me Tanj fort. Përsëri diagonalen e gjatë, e ka marrë pikën me Tanj. Ka diçka që nuk funksionon aty me blokun dysht Dinamos. Duhet të mbyllin diagonalen. Atë i kërkon edhe profesor Altin Martiri. 23-19, ka kaluar në shërbim tani me Tanj. Llapa sakt, Hoxha në pas, Shabanaj, mbrohet me Tanj, Voskopi në pas, Shaholli. Gjuatje e letë brapa blokut, e ka marrë pikën Shaholli. (23-20). Të shohim do të bëj kthimin e setit Skënderbeu. Në shërbim vazhdon me Tanj me numrin 3. Mbrohet Bregu, Hoxha në pas, Shabanaj, fort. E ka marrë pikën Shabanaj. Nuk ka rin bloku 2 atje i Mullallit dhe i numrit 5 Zguro. Pika e fundit për Dinamon. Në shërbim Sulejmani. Sulejmani në shërbim me Tanj, Zguro, Shaholli. Mbrohet mirë Llapa në diagonale, Hoxha në pas, Shabanaj, fort. Mbrohet Voskop me Tanj te Shaholli. Hoxha, Llapa në pas, e qonë në krahun tjetër te Shabanaj. E mbyll, e mbyll Shabanaj, e mbyll Shabanaj. Veprim mjaft i zgjuar ky i liberos Llapa. Mbrojtja është bërë nga Hoxha, ka hyrë Llapa në pas, e ka çuar në krahun tjetër në pozicionin 2, aty ku Shabanaj nuk të fal. Mbyllet ky set me fitoren e Dinamos 25-20 dhe krejt takimi me fitoren 3-1.
Miru pafshim nga Pallati i Sportit Fark në takimet e tjera.